Të nderuar vëllezër besimtar, me të vërtetë Allahu i lartësuar i bëri nder njerëzimit, muslimanëve konkretisht, që u caktoi muajin e bekuar të Ramazanit. Pastaj nder të veçantë i bëri atij të cilit e arriti këtë muaj dhe punoi në të duke agjëruar dhe duke u falur në të. Mirë po, nder edhe më i madh dhe privilegj edhe më i madh, Allahu i lartësuar i bëri atij të cilit e arriti fundin e këtij muaji të bekuar. Nga se i tërë muaj Ramazanit, siç e potencojnë të gjithë dietarët, i tërë muaj Ramazanit janë ditët dhe netët më të mëdha në tokë, prej kur i ka krijuar Allahu i lartësuar tokë e qiell. Ndërsa në mesin e Ramazanit më të rëndësishme janë dhjetëja e fundit, ditët dhe netët e kësaj dhjetëje. Ndërsa më e rëndësishmja e kësaj dhjetëje është nata e Kadrit, nata më e madhe, nata e vlerave të paimagjinueshme, të cilat Allahu i lartësuar i ka bërë për ata të cilët duhet me shfrytëzu këtë natë, sikur se tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Që do thotë, ai i cili falet natën e Kadrit, namaz natës, Allah me iman dhe duke shpresuar shpërblim tek Allahu i lartësuar, Allahu do t'ia falë gjunohet e kaluar. Të nderuar vëllezër, Allahu i lartësuar bëri që ajka e këtij muaji me qenë në fund të muajit Ramazanit, në fund të muajit, nga se ndodh shpesh herë që starti apo fillimi shumë kujt me qenë i brisht, ose derisa të fillon mu adaptu me garën, ose me punën të cilën e ka nis, i duhet pak kohë. I duhet mu adaptu, edhe i duhet me hyrë në rend të punës edhe të garës. E kështu Allahu i lartësuar, ajkën e muajit e lanë fund, në mënyrë që besimtari i cili nuk ka mujt mu adaptu mirë, edhe mu pozicionu mirë në garën e madhe të Ramazanit, fillim ti nuk ka mundur as në mes, atëherë nëse nuk pozicionohet sakt, dhe nëse nuk angazhohet shumë në dhjetësin e fundit, atëherë më të vërtet meriton me u qujt i privuar, dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, nuk ka më të privuar, nuk ka njeri që humbë më shumë diçka se sa ai i cili privohet dhe humb këtë natë të madhe, natën e Kadrit. Të nderuar vëllezër, Allahu i lartësuar për ta shpërfaqur madhështinë e kësaj nate, e zbriti një surë dhe një kapitull të veçantë, e cila flet për natën e Kadrit, ku Allahu i lartësuar thot, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Këtë Kur'an i cili e ka bë kaq madhështor Ramazanin. Edhe për shkak të zbritjes së tij Allah e ka obliguar xherimin e Ramazanit, andaj këtë Kur'an e kemi zbritur natën e Kadrit. Natën e madhe, natën e bereqetit. Pastaj Allahu i lartësuar për t'ia nxitur kurreshtjen edhe më tepër pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë: "Wa ma adraka ma laylatul qadr?" E çka të bani ty me ditë se çka është nata e Kadrit? Don pse po shpreh interesim dhe pse ke kurreshtje me ditë se çka është nata e Kadrit? Nga se më të vërtetë me plot merit pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte kurreshtar me ditë se çka është nata e Kadrit, sepse Allahu pastaj i tregoi tha lejletul qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Më e mirë se 1000 muaj. Nëse i përkthejmë të nderuar vëllezër 1000 muaj në vite, dalin mbi 83 vjet. Mbi 83 vjet pa qenë nata e Kadrit në to, sepse pastaj e ngrit çmimin edhe më lart, e bën edhe më të madhe këto. E Allahu i lartësuar po i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, kurreshtja jote dhe interesimi i madh i yt me e ditë për natën e Kadrit, e çka është nata e Kadrit, atëherë ja dije se nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 83 vjet. Do të thonë puna e mirë në to që veprohet është më e mirë se po e njëjta të veprohej rregullisht pa ndërprer mbi 83 vjet. Kush mundet me bë këto? Kush prej neve mundet me garantu se i ka 83 vjet jetë? Pastaj këtij 83 vjet që të nderuar vëllezër, i hiqet mosha e fëmirisë, i hiqet mosha e pleqërisë që lodhet më dikur, i hiqet koha e punës, i hiqet koha e pauzave, i hiqet koha e xhumit, i hiqet koha edhe ditët edhe vitet kur s'ka qenë mirë me shëndet dhe me smundje. Sa po mbetet? Mbetet një grosht i vogël e viteve. E Allahu i lartësuar për një natë do m'ia dhon besimtarit më tepër se i sa i jep dikujt për 83 vjet rresht pa ndërprerje. Andaj
A ka ofertë diçka më të madhe? Të nderuar vëllezër, njeriu sot bën sabër, edhe bën durim, edhe punon ton muajin për me marr pagën e muajit në fund. Çajo që është e madhe e vogël, mirë po një muaj ditë bën sabër, edhe shkon punë rresht, edhe me orare, nuk mungon, edhe punon, ajo që lypet prej tina në mënyrë që në fund me marr pagën. Allahu po don më të dhon pagë më tepër se 83 vjet për një natë. A jemi të vetëdijshëm ajo që ka dosh më na dhon Allahu i lartësuar. Sikur po don më na dhon me zor. Edhe ai i cili nuk është i vetëdijshëm hala, edhe ai i cili nuk është ndërgjegjësu hala, Allahu po i thot unë çka du më të dhon unë ty. Për një natë që leo dhe shumë du më të dhon më tepër se sa 83 vjet që mund të më të dhon dikush. Andaj nuk është ofertë e madhe. A nuk është ofertë që ja vlen më u lodh për to shumë. Edhe ja vlen me sakrifiku gjithçka, sepse nuk arrihet. S'ka mundësi mu arrit ndryshe jashtë natës së Kadrit. Pastaj Allahu i lartësuar thot, vazhdon në këtë sure, thot në këtë natë zbresin Melaqet dhe Xhibrili. Madje të nderuar vëllezër, për shpjegimeve se pse u shquajt nata e Kadrit, Kadr në gjuhësisht e ka kuptimin edhe të ngushtimit, ngushllokut. Thënë dietarët, u shquajt nata e Kadrit sepse toka ngushtohet prej melaqeve. Çaq shumë që zbresin. Deri në mëngjes. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Deri në mëngjes është qetë, është paqe, është rahatllak shpirtëror. Edhe melaqet e kanë mbush tokën çaq sa që është mbushtu toka. E bashkë me toka ardhi dhe Xhibrili që zjen asnjëherë në tokë pas natën e Kadrit. Ku do me çumë të madhe? Çka mundet dikush me i shtu kësaj nate për me bë më të madhe? Në tokë kanë ardhur melaqet që këtë natë me e kalu me njerëzit, melaqet të cilat nuk gabojnë, melaqet të cilat janë krijesat më të dashura dhe më me vlerë tek Allahu i lartësuar, kanë ardhur me e kalu një natë me njerëzit, të cilët kanë gjunohe, edhe gabojnë. Kanë ardhur me e kalu këtë natë me neve. Pastaj ka ardhur Xhibrili që vetëm te pejgamberët ka shku. Edhe po vjen Xhibrili me e kalu këtë natë me neve, ndërsa na ngjomë të kërhat, apo në muhabete, në bisedat, kota, derisa del sabah, ndërsa melaqet thotë na jemi ardhur me juve. Na jemi ardhur me juve me kalu këtë ditë, ndërsa ju çish po e kaloni këtë ditë edhe këtë natë. Çuditën edhe ata, edhe është për mu çudit. Është për mu çudit me e kthy, me refuzu, mos me shfrytzu një ofertë kaq të madhe, është për mu çudit vallahi. Mirë, ku jemi na përballë kësaj bujarie? Bujari kaq të madhe, ku jemi na përballë kësaj? Ku janë trombetuesit e faljes? Ku janë ata që po e kërkojnë faljen e Allahut, bujarinë e Allahut, fshirjen e Allahut? Ja ka ardhur nata. Ka ardhur momenti. Vetëm mobilizohu. Mobilizohu se kemë e qellu. Kur është nata e Kadrit të nderuar vëllezër? Është e përhapur. Dhe vazhdimisht flitet për to se është nata e 27. Mirë po, pejgamberi i Allahut alayhi salatu wassalam nuk e ka kërkuar vetëm natën e 27. Pejgamberi i Allahut kur ka hyrë nata e 21 derisa ka dalë për Ramazanit, ka qëndruar i mbyllur në xhamin e Itikaf. Pse? Për me qellu natën e Kadrit. Pastaj u thotë shokët vet, kërkon në natën e Kadrit në netët tek, 21, 23, 25, 27 dhe 29. Ai i cili kërkon natën e Kadrit me ibadet, jo me kërku me llogaritje dhe me kalkulime, mirë po ai që kërkon me ibadet e me dua me lutje, ka me qellun që tekun me lejen e Allahut të lartësuar. Mirë po, nuk ka vend për demeli të nderuar vëllezër, sepse pejgamberi i Allahut, njeri të cilit Allahu ja kishte falë gjunohet, edhe pse ato pak gjunohe që ka i ka pasur, që ka mujt mi bot, gjitha ja kishte falë Allahu, në natë kur vinte 10 që i fundit, thot gruaja e tij, e cila e përshkruan shumë bukur me 3 fjalë, thot kur hynte 10 që e fundit e Ramazanit, pejgamberi i Allahut nuk flinte. Zbonte gjumë. Domethënë shtrëngonte rrobat. Gjumin vetëm kur lodhe dhe i kote që të fshatë, po prap si kthjellë pe gjumit i kthehej ibadetit. E zgjonte familjen e vet, e mobilizonte familjen për këtë ofertë të madhe, vëllezër. Të nderuar vëllezër, nuk është fitore me fitu veç na. A dojmë që dhe antarët tonë të tjerë të familjes, a dojmë që dhe vlatët tonë, a dojmë që dhe prindë tonë, a dojmë që dhe vllazërit tonë me fitu këtë ofertë. Atëherë të mundohemi me bëni mobilizim në familje tona, mobilizim i përgjithshëm që pejgamberi Allahut se kalon kërkan flejt në këto natë në shpinë e vet. Çonu se janë natë që s'përsëriten më. Çonu se gjuna është kjo natë më na zon neve kështu neglizhent, duke fjetur ose në punë të tjera. Edhe e treta thot, të natën e ka gjallnu. Të natën e ka gjallnu. Të më thonë, përveç namazit të natës që e ka pasën fillim të masjasijës,
që e ka falë pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjatë tyre netëve tonë natën është falë, ka lexu Kur'an, ka bë dhikr, ka madhru Allahun, kur është lodh, është kot, ka pushu pak pastaj, me njëherë mas koti su ka kthy ibadetit. Pse? Sepse po e lyp një natë të madhe. Po e lyp një natë të nderuar vëllezër që ka vlerë më tepër se 83 vjet që e përmendëm më herët. E ja vlen më lodh, ja vlen me nejtë edhe pa xhum, ja vlen me nejtë edhe pa hungër edhe pa pi, por një ofertë kaq të madhe. Pastaj të nderuar vëllezër, pejgamberi Allahut po e pyet gruaja vet, "O i dërguar Allahut, nëse gjoj natën e Kadrit, ose e mërri natën e Kadrit, çka më bën? On po lyp diçka që natën e Kadrit me e veçu me ta." Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? E udhëzoi në një lutje. E udhëzoi me bën një lutje, një dua, e cila është e lehtë për gjuhën. Pa këllodhemi nëse e themi ato. Mirë, po është lutje shumë e bukur. Është lutja më e bukur që përputhet me këtë natë kaq të bukur. Do të thuaj ajo është: Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falas, e don faljen, falë mua ose falna neve, i transmetim tjetër. Falja të nderuar vëllezër është ajo që kërkohet më së tepër me këtë net. Falja Allahut lartësuar, se pos na falja Allahu pastaj pason llogaria e drejtë, e ai që llogaritet me drejtësinë ditën e gjykimit marron punën e tij, sepse Allahu shpresoi me na llogarit me mëshirën e tij, me faljen e tij. Pos na fali, pos na mëshiroj, e pat puna jo në ditën e gjykimit. E për ata pejgamberi alayhi salatu sallam po e rinton gruën e vet, po edhe neve gjithve. Masaj që në këtë natë me thonë: "O Allahu im, o i dashurim, o Zoti im, ti je falës, e don falën shumë. Atëherë falë mua. Falë mua në këtë natë të madhe, këtë natë të faljes." Kështu për të nderuar vëllezër, ai i cili angazhohet, jep mund, lodhet më shumë në këtë 10 që të fundit, ai me lejen e Allahut ka me qellu natën e Kadrit. Shembulli i atij i cili, të cilit ja jep 10 qelsa, edhe i thu që aty është një sanak, i cili ka ari dhe flori. Mirë, po njëri prej këtyre qelsave e qelë çata. A kishmi me marrë një qels, a kishmi me marrë 10-it, sepse nëse e marrë një mund të me marrë gabim. Mundësia për me e qellu është një 10 ose 10%. E i mençur i merr gjithë qelsat edhe shkon e provon cilit e hap. E Allahu i lartësuar ne kalon 10 ditë, njëna prej tyre është qelsi natës të Kadrit. Merri të 10-at me lejen e Allahut, ke me qel kutinjen që quhet nata e Kadrit. Allahu na i mundsof me arrit këtë natë. Allahu na i mundsof mirësitë edhe begatit e bujarin e falin e madhe që kanë këtë natë. E lutim Allahun e lartësuar që mos na gjej kjo natë vetëm se në ibadet, duke e lutur Allahun, duke kërkuar falje atij me punë të mira, të cilat Allahut na i pranoi, na i shumëfishoj dhe për to më tepër se 83 vjet na shpërblej. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.